Ma në folëm shumë, me kë? Me kontë punët. Kushtim, relativizimi dhe që situatë me kontë punët. O, këti s'pi përqen efektivisht mos me më militantët përkatësisht votuesi i vetë vendosjes që muj me thonë 40% popullit Kosovës. Jo, 43. Ani bre, në rregull. 42 pikë diçka. Që s'ko kanë bash 43, ma nuk e sakt ashti. 42-60. Hiç nuk ka 42, zoti Goshi, 42-60 nalu tash nga. Aj. Më fal. Problemi është që 42.60% popullit Kosovës Tunis për relativizimeve që i bon Albin Kurti edhe ti, në këtë rast, do më onë po mendon që ja kemi bëq napse që ja kemi dhonë 500.000 vota, e me bëj që ka dërën me shtetin cilin se ka kriju vetë. Po më vje keq me thonë. Cilin se ka kriju vetë, asë si bile. Për kanë kriju gjenerotat tona, edhe si do mos ata që e kanë bon, e kanë shpall. Më falni. Dhe tash, problemi populli pot, kush shkon me Albinin, është i mirë. Kush nuk e voton Albinin, është i keqë me Vučićin. A i një të po që ka i të maru me shoshnin. Se kjo është tërkeqje o qorditje totale e mendësisë politike të një shoshninje. Tash problemi, nëse zoti Limaj, shkon dhe ja voton qeverin Albin Kurtit, s'ka me to, ti një notë gja pa të njës me livduve që atë. A thatë mirën, që shkon? Qysh me livdu? Me livdu që, ku thashune, a i ka bashkë qeveris me këtë qita që i kanë shkatru Kosovën 20 vjetë që shtë jo, ti tha kjo ma pak. Po ma pak si fuqi politike. Si vite, jo si vite. Sheni, mundon pak, kushtim dzimi pak pillu që ku ju një. Se ju një me vedijet plot. Militanti i VVS, votuesi i tij, simpatizantët e VVS, po menojnë që i parti tjera do mos dëshmerit do të mja votu qeverit. Pse mo e bulla demokraci? Pse mo mja votu? Ma to që për ty, me kë e bën vetëvendosja? Ose a e bën vetëvendosja? Se Sadiku thotë që se bën e ka rendin kushtetues, Ky thot inshallah se bashkë. fituesi zgjedhjeve e ka. Vetëvendosja duhet, po çka është qeveri?